Një video është bërë virale, ku shihet gjesti i cili e përgjon Egli takon teksa flet në dhomën e rrëfimit. Është puna për të nxjerrë akoma më keq. Ti zotëri i nderuar që pretendon se je shumë i mirë tani, që ke ndryshuar totalisht, dëgjohet të thot Egli në dhomën e rrëfimit, ndërkohë që gjesti e përgjon pas dere. Më pas, pasi Egli ka dalë nga dhoma e rrëfimit, gjesti ja ka shprehur pakënaqësinë e tij banores. Kur kam pakënaqësi ndaj teje unë vi t'i them në sy të krejtëve nuk shkoj në dhomën e rrëfimit dhe ja shpreh atij krejt. Hajde shprehi të unë. Të dëgjova me veshët e mi pse s'mi thua mua, i tha gjesti. Ndërkohë që Egli i tha se ishin të njëjtat fjalë që ja ka thënë edhe atij. Nuk ka që të duhet. Ik o gjesti më lër rehat. Gjesti fitofsh me gjithë zemër. Ti kam shprehur gjërat, ti kam thënë dhe ty, të njëjtat gjëra janë, i tha Egli.